Allahun e madhe falenderojmë, salatat dhe selamet Muhammed Mustafa që dërgojmë, familjes së tij të pastër, shokëve të tij besnik dhe gjithë atyre që ndjekin edhe pasojnë urnëkin e pejgamberit alayhis salam deri në ditën e fundit. E lut Zotin e madh që kjo ditë agjerimi me shpresë se Allahu do të na i pranon lutjet tona, që Allahu të na i pranon. Allahu të na forcon dhe të na ban rahmet në jetën e kësaj dunjaje. Na mundson të jetojmë faqebardh edhe dalim para Zotit faqebardh. Kjo ditë agjerimi të jetë ditë dritë edhe ndriçim natën e vorit dhe shpëtim për neve në ditë ahiretit. Allahumma amin. Sonte në këtë minutash të shkurt kum planifiku me fol për një çështje shumë e rëndësi. Zotën çdo çështje e fesë është e rëndësishme dhe është me vlerë në venin e vet edhe në kohën e vet. Feja të cilën na e kemi pranu komplet prej tërbijës është që na mos me asgjësu asë një çështje fetare. Mos me thonë, kjo s'prish punë edhe pak ta ban. Ose me thonë, për shembull, kjo punë e vogël, edhe pak ta ban. Çdo çështje që është urdhër prej Zotit, edhe urdhër prej pejgamberit, në emër të fesë duhet me pranu si të rëndësishme. Allahu në Kur'an thot, tahsebune hayyina wa huwa inda Allahi adhim. Ndodh ndonjëherë në çështje ose në punë që në sinë e juve doket e vogël, ama te Zoti është e madhe, është çështje e madhe. Kështu që çdo sen çka bazohet në Kur'an, çka e urdhon Kur'ani dhe çka urdhon pejgamberi alayhis salam, duhet me konsideru si çështje të madhe, si çështje me vlerë, edhe nuk duhet me pa me si të vogël. E shifni këtë objekt, apo? I ka shtyllat e veta, i ka murnët, i ka xhamat, i ka dritat, por edhe ka dhe derën, e shifni derën ku është. Edhe unë me thonë, që kjo reze e derës, s'ka be nevoj me mnu, banë edhe pa reze. Sa kushton betoni, kjo ploqa e parë, kushton shumë, apo? Edhe këto shtyllat kushtojnë shumë, edhe këto munat kushtojnë shumë, edhe këto xhama dritarët kushtojnë shumë. Po në krahasim me çat rezën, ai rezja kushton shumë pak, apo? Ndoshta 10 euro, 15 euro. Ama kjo ploqa këtu që ashtru, kjo merr një sumë shumë të madhe. Edhe unë e tham për shembull, këtu është bën një investim i madh. Për një reze, s'prish punën, do mos e hekni çat reze pi derës. A kishi pranu? A i thoni reze? Ajo është e vogël me çmim. A mos e mshil derën. E ruan këtë qëtë objekt, apo? Mos me hi ftofti, mos me hi promaja, mos me hi na insekt. Qështu është edhe feja, vëzni. Kështu që në fe nuk ban me thonë, hajse që kjo është punë e vogël. Çdo sen është e madhe, edhe pse në sinin tonë do këtë e vogël. A e kuptum? Unë sot nuk kam me folë për një punë të vogël, po kam me folë për një punë shumë të madhe. Kjo çështje për cilën kam i thonë disa lafe dhe disa fjalë, është kajmaki i fesë. Është kajmaki i fesë. Është diçka që e ka zbukuru fejen tonë dhe është diçka që i ka dhonë peshë edhe rëndësi fejes tonë. Dhe mos të kishte qenë që kjo në fejen tonë, nuk do të kishte pas pranim të njerëzit kjo feja jonë. Kjo çështje është diçka që e ka zbukuru karakterin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është diçka që e qel derën e hekurit
kur na mendojmë se nuk mundet më uqel. Është diçka pa cilën njeri nuk mundet me pas pesh si besimtar dhe si musliman, as në dunjë, as në ahiret. Ajo është çështja e tolerancës. Unë besoj që e kuptoni fjalën tolerancë. Apo? Me llafë të qera, fjala tolerancë do me thonë lehtësim. Lehtësimi, ose lehtësia, ose toleranca, është kajmaki i fesë. Me konë që toleranca edhe lehtësia nuk ishte konë pjesë e fesë, feja jonë s'kishte pas kuptim. Feja jonë s'kishte pas kuptim. Kështu që toleranca në fejën tonë përshtatët edhe kuvenon me natyrën tonë edhe me kërkesat tonë. Për ndryshe, kishmi pas problem në me fejën tonë. Dhe Zotën një prej sebebeve për me kriju harmoni ndërnjerëzore me një shoqëri, nuk ka mundësi me pas harmoni nëse nuk ka tolerancë. Edhe për atë Zoti e ka bo kajmak të fejes. Se Zoti e ka ditë se na kina me jetu me jo besimtara, po? Zoti e ka ditë mas miri se na kina me jetu edhe me njerëz ignorant. Na kina me jetu me njerëz që do t'jemi jëtë një kategorijës. A jemi qëtu na, sa vete na, 40 veta, 50 veta, nuk kemi njetë. Dikush e ka kubikazhin më të madh, dikush e ka më të vogël, dikush mesatar, s'jemi njetë. Ani pse këtë jemi musliman. Edhe këtë bashkarisht e kemi falë taravien. Ama nuk kemi njetë. E çka na mundson neve që të kemi harmoni mes veti, është toleranca. Lehtësimi. Zatën lehtësimi edhe toleranca është faktori kryesor që të më stabil tije me mrin stacionin e fundit edhe me shku te Zoti faqebartë. Për atë dhe Zotin Kur'an ka thonë وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Këtë fe e kumba fe të mesëm. Shka do me thonë fe e mesme? Fe e mesme do me thonë është fe mesatare e ndërtume mbi tolerancë. Është e ndërtume mbi lehtësim. Është e ndërtume mbi lehtësim. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Yessiru wa la tu'assiru. Lehtësone e mos e vështërsoni. Muadh ibn Xhebelin kur e ka dërguar në Yemen, pejgamberi alayhis salam, kur e ka dërguar në Yemen, domethënë prej Medine në Yemen, i ka përafërsisht 2000 kilometra. Çka i ka thonë? Prej fjalëve të para, e ka thënë ambasador. I ka thonë, puna e parë çka kemi mësuar ti ata, le të jetë shahadeti. Le ta dinë se çka është shahadeti. Pastaj i ka thonë, le ta dinë se e kanë obligim namazin brenda ditës së natës. Le ta dinë se e kanë obligim zekatin, le ta dinë se e kanë obligim agjërimin, le ta dinë se e kanë obligim haxhin. Edhe i thot pejgamberi sa, Yessiru wa la tu'assiru. Lehtëso edhe mos vështirëso. E ke marrë një emanet shumë të madh. E ke marrë një obligim shumë të madh. Me kon ambasadori pejgamberit alayhis salam, me përfaqësu pejgamberin në përhapjen e fesë, ki kujdes se çyshe paraqet fejen. Ki kujdes çyshe reklamon ti fejen. Me një farë mënyre. O vllazni, na këtu që jemi, ju këtu që jeni. Ju jeni këtë ambasadora. Ju jeni këtë ambasadorat kujna. Jeni ambasadorat Zotit, pejgamberit alayhis salam. Se ju kur keni ardhur prej vendit ton, keni ardhur musliman apo? Edhe jeni tu vazhdu si musliman. Ju duhet me ditë se ju jeni ambasadorat kujna të pejgamberit alayhis salam. Ju jeni ambasadorat pejgamberit alayhis salam. Pejgamberi kur e ka thënë Muadh ibn Xhebel, në Yemen i ka thonë Yessiru wa la tu'assiru. Të njëjtën sikurse po va thot pejgamberi juve. Yessiru wa la tu'assiru. Ki kujdes se ky popull edhe ky vend ju njeh juve si musliman, apo? Edhe keni kujdes se si e reklamoni Islamin ju. Si e promovoni Islamin? A e promovoni një Islam dëvrasht edhe të ranë, apo jeni duke e promovu një Islam të letë, që përshtatet me natyrën tonë? Se ka thonë pejgamberi sa, Yessiru wa la tu'assiru.
Domethënë, duhet me konë karakter, pjesë e karakterit tonë. Jo, na nuk duhet me aktru, o vllazni. Na nuk duhet me lujt me dy standarde, por na duhet realisht, si musliman, në çdo çështje me konë tolerant. Kur të folmi, me konë tolerant. Kur të mendojmë, me konë tolerant. Kur të punojmë, me konë tolerant. Kur të zbatojmë urnat e Zotit, edhe urnat e pejgamberit me konë tolerant. Çka do me thonë me konë tolerant? Me paraqit Islamin në mënyrën më të lehtë, të mundshme. Te na është një koncept i gabum, apo? Te na është një koncept dallash në kuptimin e fesë edhe në kuptimin e zbatimit fesë. Na menojna se muslimani i fortë është çai i cili, domethënë, falet shumë, ban dhikr shumë, e ranon Islamin shumë, është zbatues i dhënë të masfejës shumë, edhe na menojna se çai është muslimani më i mirë. Ja. Kjo është gabim. Domethënë, ky vlerësim është gabim kështu. Muslimani i mirë është ai i cili është tolerant në fenë e tij. Është i lehtë. Është i lehtë edhe paraqitet i lehtë edhe të tjerët. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tolerancën edhe lehtësimin e ka promovu në çdo sferë të jetës. Ka ardhur një njerëz te pejgamberi alaihi salam para namazit të ikindis. Edhe i ka thonë pejgamberi alaihi salam, ja Rasulullah, e kum bën një gabim, e kum bën një mëkat, për cilin mëkat unë duhet me shpagu me had. Çka do të thonë had? Do të thonë ai se ka kallëzu çfarë mëkati. Mirë, po e ka kallëzu se e ka bën një mëkat shumë të madh e që duhet ose me u prej dora ose me umit. Pejgamberi sa e ndëgjoj edhe nuk ju përgjigj. Sikur se tash më ardhi dikush me thonë, o hoç, më pranit juve. O hoç, e kum bën një gjuna shumë të madh. Edhe çat gjuna duhet me la ose me mit ose me ma hik dorën. Kur i hiket dora sheriatikisht, kur vjedh. Domethënë, me sheriat, nëse vjedh edhe ka dëshmitar, domethënë duhet me hik dora. Ose nëse për shembull mbyt njeri, duhet më mbyt me sheriat. Ose nëse ban amoralitet, duke qenë i martuar, duhet më gjurzu. Këto janë rregullat e sheriatit, këto janë rregullat e Zotit. Edhe na nuk kemi drejt me ndërhin këto rregulla. Këto rregulla janë për ta rujt të mirën e shoqërisë edhe njerëzimit. Kur i ndëgjoj këtë fjalë pejgamberit sa nuk i dha përgjigje. Ti shakon une, edhe ju ti shikon, po ja nisi për vetës. E kisha veti, kisha thonë, hec pak nga që tu kallëzum, shak i bu. Apo? Ose, edhe na, edhe ju i shikon kureshtar me ditë çka ka bon për bashkë Zotit. Po du me ditë çka ka bon. Pejgamberi sa heshti. Edhe e la, as gjësoj. Edhe erë koha e namazit i kindis. Erdhi koha e kindis. Edhe apet i tha pejgamberit sa, tha ja Rasulullah, e kum bën një gjuna që duhet me shpagu, se kum bën një gjuna të madh. Pejgamberi alayhis salam e shprehti tolerancën më të madhe që duhet me kon model për neve, vëllazni. Na i mormi do ingerencat të Zotit, shpesher i mormi. Na kina marak me gjiku njerin, kina marak me shtin xhehenem njerin, kënaqshmi kur me konë që Zoti i thot atina, ti je për xhehenem për gjithmonë. Ai na kënaqshmi, me kësi se ne kënaqshmi. Edhe këta e bojna kinse ne mart feje, se najna shumë xheloz, na shumë e dojna fejen. Po ti nuk mundesh me dash fejen më shumë se pejgamberi. As nuk mundesh me dash Zotin më shumë se pejgamberi alayhis salam. E nëse është kështu, atëherë na duhet me marr model pejgamberin, jo qefet e tona, jo egon ton. I tha pejgamberi alayhis salam, kur e pa që ai po insiston, ai do këtë sikurse me u dënu. I thë ke pejgamberi sa dënon.
Pejgamberi sa s'degi me dënu. Pra e ka pranu gjunojnë. Domthonjë dëshmia më e madhe është kur njëri e pranon gjunojnë. Apo ti po dëshmon për vetvete. Edhe shëgatikisht ti meriton mu dënu. Pejgamberi alayhis salam apet nuk i dha përgjigje. Çka i tha pejgamberi sa? Hel sallayt al-asr ma'ana? I tha, o njerë, a e falem e namazin me neve? A e falem ikindin me neve? Tha, po ja Rasulullah. Tha, falja e namazit të ikindis me neve, Allah i ta kala gjënaj. Edhe u kriju sas puna, hec. Mos më ka dhe çfarë gjunaj ke bë. Nuk u bë kureshtar pejgamberi me di çfarë gjunaj ka bë. E as pejgamberi alayhis salam nuk nxitoi me dëshminë e tina ta merr dhe ta dënon. Kjo në emër të fesë, o vllazni. Nuk është në emër të pazarllëkit, dunjos. Kjo ke në emër të fesë. E që pejgamberi sa na mëson se çysh me kon tolerant me njëri tjetrin. Dhe çysh me vepru në raport me njëri tjetrin kur dikush bën gjuna, kur dikush bën mëkaton. Mos e çon me njërin derë xhehenemit. Edhe nëse vjen me gjunojnë më të madh. Mos e adreson me njërin drejt derës xhehenemit. Por lehtësoja, se kështu na ka mësu Zoti. Edhe kështu na ka mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Erdhi një njeri te pejgamberi alayhis salam dhe i tha ja Rasulullah. Ja Rasulullah. Tha unë tha pe fali namazin e sabajt me filanin. Edhe pe e zgjat namazin. Edhe tha po vonona, po më vanon shumë. Po e zgjat namazin, edhe po më vanon shumë. Thot Abdullah ibn Mesudi, që e transmeton këtë hadith, thot vallahi, thot nuk e kum pa pejgamberin selam më nervoz se në çet moment. I është skuq ftira. Edhe ka thonë pejgamberi selam, lehtësoni dhe mos e vështirësoni. Shkurtoni dhe mos e zgjatni. Se duhet me ditë se mas juve ka pleq, ka fëmijë, edhe ka njerëz me nevojë. Ka pleq, ka fëmijë, edhe ka njerëz me nevojë. Na çka kish mi thonë? Me kom, në vend ati çka kish mi thonë? Qysh veti, po ankosh, po ja tu lexu Kur'an mëre, po ja tu fal namaz, qysh ti me u ankue? Jo. Pejgamberi sa nuk e përkrahi imamin. Edhe pse imami ka bën një vepër të mirë, ka bën një punë të mirë, ai ka lexu Kur'an, s'ka pi alkool, as ka bën vepra të këqija, domethënë ka bën një punë me ndere ka bën. Mirë po, në punën e tij nuk ka shkallëzu tolerant. Në punën e tij nuk ka shkallëzu i lehtë. Pejgamberi alayhis salam nuk e çortoi këtë çka u ankue, por e çortoi imamin. Kjo është shembull për neve, vllazni. Kjo është shembull për neve. Duhet me kanë njerëz që ja lehtësojnë njëri tjetrit. Edhe thash, edhe kum thonë, imani edhe vlera e njerit nuk matet se sa ti rinkon. Jo. Nuk matet kështu. As nuk matet se ti kemu falë ta natën. As kështu nuk matet. Qysh matet imani, vllazni? Imani matet me zemër, jo me veprën që e ban ti. Pesh veprës tonë jep zemra jote. Dhe jo e kundërta. Kështu që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe në çështjet fetare, është tregu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i lehtë. Çka thanë në dje? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam janë aj kamt, ama kur fal vet. Kur është fal vet, e ka zgat namazin. Se është fal sipas kubikazhës të vet. Sa kual fuqi i kje, qa që zgat. Kur je vet. Ama kur je me xhamat, duhet me vetë xhamatin. O xhamat, unë jam të fal namazin gjithashtu. A e kam tamam për juve, se kam tamam? Nëse zgati, kallëzëmni. Duhet me ju vetë juve. Edhe nëse dikush që e fal teravin vazhdimisht, jo ka ardhur një herë në mujt, ka ardhur edhe më një herë mua ankue. Jo, për ato nuk i marrim parasysh.
Ative që ju thomi, Allah është për bleft, sot ke ardhë, nesër mund është mësë marrë. Inshallah shifmi për Bajram. Ama ju që falni vazhdimisht, prej natës parë, nëse zgati, mos të vere mare, tu imamit, Allah është për bleft, a ka mundësi pak me shkurtu se kam qatë kubikazhën tane. Edhe unë e kam obligim me të respektu edhe me nderu mendimin tanë. Pse? Se Allahu në Kur'an ka thonë lexo, por kur të lexosh, lexo me lehtësim. Lexo çat sa është lehtë. Mos lexo për me vështirësu. Lexo çat sa është lehtë. Kur je në shoqëri, duhesh me pas parasysh gjendjen e shoqërisë. Kur je vet, falu pinjaci deri në sabah. Ama e ki po disa, kur të vje dheqi i fundit, sidomos. 11 muaj s'falet hiç, ama kur të vje dheqi i fundit, hoxho këshirbe zgate si dush, mundësisht zgate. Dhe më dhënë e këshirë qefin e vetaj. Mundësisht zgate. Mos ja plotso dëshira. Që ti njerit zban me atë plotso dëshira. Dhe më dhënë, mi janë shkalu 3-400 xhamatli, edhe mi ja plotsu dëshirën 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja zban. Allah është për bleft, ama këtë dëshirë ta plotsoj mas Bajramit. Gjatë Ramazanit jo. E keni parasysh. Dhe më thonë, Allah në Kur'an thot, Taha, ma anzalna al-Qur'ana litashqa. O Muhammed, o musliman, e kum zbrit këtë Kur'an, por nuk e kum zbrit këtë Kur'an me ju ranu juve, me ju bo telashe juve. E me një farë mënyre, na shpesh herë në emër të Kur'anit për e ranojna na vetë vetën. Shpesh herë në emër të Kur'anit na për e ranojna xhamatin. Vjen dheqi i fundit, 30 minuta ban dua. Ai xhamati nuk e din se shka të thonë hoxha. Veç amin, 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 amin. Amin, amin, kur gjojqën. Amin, amin, kur gjojqën. Po. Vallaj kjo gabim është, vllazni. Vallaj dhe bilaj kjo gabim është. Që kjo është gabim. Po. 30 minuta dua. 30 minuta dua. Me tim ledh, jo 30 dit, 12 muj, 30 minuta s'ka bo namazjet. 30 minuta s'ka bo namazjet. Ti 30 minuta ki manak, dua me bo, se inshallah pe kapi natën e kadrit. Po s'kebe lotari kjo, be. Na si në lotari di qysh pe e bojna. Si në Zara, e keni po Zarat në gjashe. Në inshallah mbjet gjashe. Na qështu e dy qysh pe e trajtojna qështën e natës kadrit. Po kjo nga gabima, vllazni. Vallaj gabima kjo. Qështu na qysh jemi të manifestu, do më thonë fejen tonë, që kjo është gabim. Ti lutë e Zotin që mi falë namazit, brenda ditës edhe natës, edhe me bo dua qashtu qysh ban qysh, abe ti qysh një jesh mirë. Ban dua ti qysh një jesh mirë. Edhe me lutë Zotin, o Zot, ma mundso me mri deri në ditë Bajramit. U kriju sos puna. Mëse shtrëngot ti atë rrypin tanë, vetëm ta zonë natën e 27, edhe inshallah e zga doan, sa ma shumë bajam tonë, edhe, jo, këto janë sene, këto janë aktrime, o vllazni. Vallaj, këto janë aktrime. Duhet mu vetëdisuna, një herë për gjithmonë. Kështu që, Kur'anin, Zoti thotë kështu, nuk e kum zbrit me ju bot telashi juve. As nuk e kum zbrit me ju ranu juve. Po e kum zbrit me u aletsu juve. Ban doa qatë sa një është mirë. Se si ta të projsh, edhe mos s'ka lezet doaje. Pse? Se thot pejgamberi sa Allahu nuk e pranon duan e personit nga zemra e tij që është gafil, i pa kujdest. Ajo gjaban dua 30 minuta arabisht, ki amin, amin, pale kuj koment. Pale kuj koment. Po kjo s'ka kuptim e vllazni, valla bila. Se jap mi pasqyrë të keqe të tjerëve. Këtu na duhet mu vetëdisu.
Këtu na duhet në çështjen fetare, na duhet mu vetëdisu me kon tolerant, edhe me dhonë pasqyrën e tolerancës në zbatimin e fesë tonë, edhe mos me ranu. A dini sa njerëz kanë qef me orë namaznate, ama veç pse e din se ka me zgati imami nuk vjen. Vallaj, mu ma kanë thonë, hoxha, valla, kina qef mu falë, ama shumë be pe zgatin be. Po s'ka faj ki nuk ka faj. Fajet i ka ai hoxha, ai imami, qofsha edhe unë. Nëse unë e zgjati, si pas kapacitet tem. Po unë, për shembull, nëse unë e falja që 45 vjet, dikush 45 ditë be sa fal. Dikush 45 ditë sa fal. Tash ti 45 vjet, me 45 ditë, po ja plas motorin. Kështu që duhet me kon shumë të kujdesshëm se si e paraqesmi islamin ton edhe zbatimin e islamit ton. Thash edhe një herë, kur i je vet sa dush zgjat. Kur i je vet, çish dush praktikoj islamin. Edhe mënyrën e praktikimit tan mos u mëno mja në vesh dikujt tjetër. Mos i thuj, unë jam çështu dhe ti duhet me kon çështu. Jo, kështu nuk ban me kon. As fëmijës tan çështu mos ja jep, mos ja servo. Unë çështu e zbatoj islamin, unë me çet dozë e veproj islamin, edhe ti dush me kon çështu ja. Jo, kështu mos ban, se kështu gabon. Kjo është e para. Në çështjen fetare duhet mu kallëzu shumë tolerant edhe shumë të lehtë. Erdh njëri be te pejgamberi sa. Erdh njëri i tha, ja Rasulullah. Këshirën e çfarë edukatori akon, çfarë pedagogi akon. Erdh te pejgamberi sa, në mesin e sahabëve, i tha, ja Rasulullah. Nëse tha, më mësoj islamin. I tha pejgamberi sa, i tha islami, i ka 5 shtylla. Tha, cila është e para? Tha, me thonë shahadetin. Tha, u kritha. Tha, po e dyta shka është? Tha, mi falë 5 kote namazit. Tha, kam më shumë se kjo? Tha, jo, tha, vish nëse do në ti. Shifni. Tha, vish nëse do në ti. Ama si obligimi ki 5 kote namazit. Tha, e treta, tha, me mojt Ramazanin, një herë në vjetë. Tha, kam obligim ma shumë se kjo? Tha, nëse do në ti. Jo, du të me agjeru të hanë e tente, du të me agjeru ditë e bardha, po du të me agjeru këta, du të me agjeru ata, du të me agjeru këta, një ditë po, një ditë jo, një koj dishka. Jo, si tha kështu për nga mëse. As nuk i tha, du të mu qu me falë natën, du të mu falë kështu, du të mu falë ditën, du të mu falë para sabajte, mas sabajte, para drekës e mas drekës e koj dishka. Jo. Tha, 5 koj kje, edhe ata veç farsë. Sunet, nëse do një falë, edhe pse s'ban Milan, sunet, nuk ban Milan, po si obligimi i ki farsë. Tha, u kritha. Tha, masanena, tha, e ki obligim zëqatin. Nëse ki pasuri, nëse s'ki pasuri. Tha, ma shumë se kjo, tha, nëse do. Nuk i tha, du të me dhonë sadaka, paqare, du të kështu, du të ashtu, jo. Tha, si dush. Si më s'dush, tha, ajo puna jota është. Tha, qetër, tha, e ki obligim haxhin. Nëse ki pasuri, edhe nëse ki shëndet mirë. Tha, ma shumë se kjo, tha, nëse do në ti. Nuk i tha, duhet për çdo vjet me shku numre, e duhet haxhin me bo për çdo vjet, se ki gjunohe shumë e kështu ashtu. Tha, ja Rasulullah, tha, nëse i zbatoj qëta, a hi në xhenet? Tha, nëse i sinqert, në zbatimin e qëtive, shka të tha shumë, kimi në xhenet. Shkoj, edhe kur su pa me pejgamberi sa. A e keni qartë të vëzni? Sa konë molla Bedria, as molla Hasani, se t'i shmikon na, ja kishmi bo kodër atina. E kishmi ranu, sa që ndoshtë edhe ishte gërditaj. Edhe kishte thonë i gjysës, këtë islam s'mi me zbatuan. E qështu na shpesh herë,
njerëzve u paraqes me islamin një kodër, çfarë kodër, cilën kodër e keni këtu më të madhe? Po. Ha? Po. Një kodër, si kodër të madhe. Edhe ai thotë jo, do të thonë bajë në këtë islam kështu. E pejgamberi sa çka i tha? Ja paraqiti islamin më të lehtë. Edhe i tha, nuk ki ma shumë obligim se kjo. Edhe nëse i sinqert, ti ki me i në xhennet, edhe u kriju, sa s'puna. As nuk i tha fali tesbih namazin, as nuk i tha fali këta edhe fali ata e ban kështu e ban ashtu, jo si tha hiçanë. Pse? Se pejgamberi alayhis salam kët islam e ka paraqit në mënyrë të natyrshme. Hin klasën e parë, klasën e dytë, klasën e tretë, klasën e katërt, 5, 6, 7, 8, 9, në shkollë të mesme, fakultet, magjistraturë, doktoraturë, edhe në fund. Na çka bojna? Na krejt me njëherë dojna mishtin në doktoraturë për klasës parë. Edhe qas motorin, plas motorin edhe u kriju sës punë. Dhe më thonë, kështu është kuptimi i drejtë i islamit, do më thonë, në kontekstin e tolerancës. Zbatoj islamin ti me tolerancë, shpjegoj islamin me tolerancë, edhe afroj njerëzit në islam me tolerancë. Se kjo është shtylla kryesore e islamit ton, edhe porosia e Zotit ton. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, jo vetëm se tolerancën e ka shprehur në fe, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tolerancën e ka shprehur në çdo gjë. Në çdo gjë e ka shprehur tolerancën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, derisa edhe në raport familjar, në raport me familjen, akon toleranti më i madh, kur kanë ardhe kanë vetë, Aisha radiallahu anha, për raportin e pejgamberit alayhis salam, çka ka thonë Aisha? Kana khuluquhu al-Quran. Ka thonë, me një fjalë e ka përfshi, edhe e ka përshkrujt tolerancën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Çka ka thonë? Pejgamberi alayhis salam ka qenë një Kur'an i gjallë. Pejgamberi alayhis salam ka qenë një Kur'an i gjallë. E çka është porosia e Kur'anit? Porosia e Kur'anit ka është wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata. Këtë fe e kumbo fe mesatare. Fe të mesme, fe të tolerancës e kumbo. Dhe nëse don ti me umbur me këtë Kur'an, ti dush me kon tolerant. Një ditë pejgamberi alayhis salam i kërkoi bashortës vet, i tha: "Oj bashortja ime, a ka diçka me hangër?" Tha: "Nuk ka përveç se ufull." Bukë dhe ufull. Ufull, e dini çka është ufull? Çka i tha pejgamberi sa? A u tregu arrogant? A u rebelu pejgamberi sa? Çish rebelumi na? A u nervozu pejgamberi sa? A tha çish be s'ka kur gjë? Punë e kumpru këta, e kumpru ata, s'ka kur gjë? Edhe çka i tha pejgamberi sa? Sa e shisht kana uflla me bukë. Ufull, edhe se e thë, je dini se ufull me hongër me bukë se e thështë. Çka tha pejgamberi sa? Sa e shisht kana uflla. E kështu du të me kona tolerant në familje tona. Toleranca, në tolerancë ka bereqet, në tolerancë ka mirë kuptim, në tolerancë ka mirësi, në tolerancë ka gjdo gjë të mirë, në tolerancë ka gjdo gjë të mirë. Toleranca është qelsi i gjdo të mirës ku na smuj me paramendu. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, derisa edhe në fjalë, çka ka thonë? Edhe kur të folni, tregohuni tolerant. Çka ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Helekel mutanatti'un, janë të shkatrum ata kur folin me qatë stil që mos me mujt me marrë vesh xhamati. E keni pa disa gjysore, një orë fol, kur gjon se merr vesh. Kur gjon se kupton. Se ai zgjedh ato fjalët për mos me marrë vesh, që ju me kuptu edhe me kuptu se ki kana shumë i mençëm. E jo, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, jo, nuk kanë kështu. Se xhamatit edhe me njerin ku të folsh, duhet me i përdor fjalët për mu marrë vesh, jo për mos mu marrë vesh. E dikush kur fol për mos mu marrë vesh. Për me kallëzu se unë jam shumë i mençëm. Mençuria nuk kallëzohet në fjalë që nuk kuptohen. Shikoni, tolerancën deri ku e ka çu pejgamberi sa. Derisa edhe kur të folsh ka thon pejgamberi sa, fol me fjalë që me u kuptue. Derisa pejgamberi alayhis salam çat shumë e ka përfshin tolerancën, edhe nuk ka lënë vend pa tregu tolerancë, sa që ka thon pejgamberi sa. Allahu e mëshiroft një person i cili kur shet është tolerant.
i cili kur blen është tolerant dhe i cili kur jep u ha, edhe kur bën diçka, edhe kur gjikon, edhe kur vepron, është tolerant. Mos u kallëzo shumë i vrasht. Mos u kallëzo shumë i vrasht. Jo shumë i vrasht, hiç bën u kallëzo i vrasht. Se çka na e kena një mendim të gabushëm. Na mendojna se burrnia edhe forca e njerit kallëzohet kur unë jam i vrasht, kur unë nuk shloj pe. Ja be, ti ma burr se pejgamberi s'mundesh me kon. Ti ma burr se pejgamberi s'mundesh me kon. Por pejgamberi sa akon njeri më tolerant. Edhe kur ka fol, edhe kur ka bashkëpunu, edhe kur ka shit, edhe kur ka ble, edhe kur ka bo pazarllëk, akon njeri më tolerant derisa ka thonë Allahu e mëshiron njeri që është i lehtë. Banu i lehtë. Banu i lehtë me dash njerëzit. Banu i lehtë me të pranu njerëzit. Banu i lehtë me të pranu familja jote. Banu i lehtë me të pranu e vladi jote. Banu i lehtë me të pranu partneri jote i punës. Banu i lehtë me të pranu çdo kush. Se njerin e lehtë, njerin tolerant e don Zoti. Sepse Zoti e ka zbrit këtë fe në emër të tolerancës dhe çdo njeri që është tolerant është një dashamir i Zotit, është një njerëz që e don Zoti, është një njerëz që Zoti jep sukses edhe jep mira edhe në këtë dunjë edhe në botën tjetër. Këto ishin disa fjalë që duhet ti kuptojmë me shumë seriozitet, ti afrojmë shumë afër zemrës edhe të punojmë me këto. Të punojmë me këto jo vetëm në xhami, por të punojmë me këto edhe në xhami edhe jashtë xhamisë, punojmë me këto edhe në familjet tona edhe jashtë familjeve tona, të punojmë me çdo njërin se toleranca është me të vërtet ashtu siç kanë thonë dietarët, është një oksigjen. Është një oksigjen që e thithim edhe nuk na dohet frima kurrnjëherë. E keni po, kur je jo tolerant. Koçita cakica nije, s'shkon hiç. Apo? A kur je tolerant, shkon si peshkin vjan. Apo? Kështu që na duhet me kon tolerant, se na don Allahu, edhe na don pejgamberi alayhis salam, edhe me tolerancë e arrim çdo të mirë në dunjë edhe në ahiret. Zoti ju shpërbleft, e ju nderoft, e ju dhash çdo të mirë. Unë jam të fol për tolerancë, ama unë pas kum zgjatshëm.